Pra shikus dashur, pas pamjeve që i shikum, qytetin e bukur kemi ardhur të Firencës. Vend i bukur, realisht, lokalin që po e shohim pikërisht Bianco, e ka një shqiptar. Shqiptarët është e bukur që në biznes janë nëpër botë duke lulëzuar. Dhe këtu është një shqiptar i cili ka marrë, domthonë, ka hap një lokal, ka ardhur. Është një histori frymëzuese për to. Valon? Hajde, mirë se vini. Që thojmë shqiptarët na Mirë se vini. Apo na hop derën ajo? Mirë se erdh, mirë se ju ka pru zoti. A je mirë si? Mirë, çavone. Si po kalon? Mirë, çe. A mu ke lodh? Ka pak, ju? A jeni mirë? Djem të ri. Familja vet? Mirë, kur kem si shqiptarë që na presin, kjo është e bukur. Jeni gjithmonë mirë se ardhur. Na e dini fort mirë. Ku t'ju shohim juve, na mushet zemra. Kjo është e mira. Ka shqiptarë që vinë. Po, ka shumë shqiptarë që vinë, kem klient shqiptar, kem klient amerikan, kem klient italian, tylli far racë se thujnë. E sidomos ku t'i shohim shqiptarët jem zemra mal na bohat. Mrena dite, sa herë flet shqip? Mrena dite kogja shumë. Kove të fundit prej se jenë bo librizimi viza edhe ma shumë. E na jem shumë privilegjum ku t'kem shqiptarë. Sidomos edhe prej Zvicrë e Gjermanie se vinë pushime këtu në Firenze. Kjo është e mira. Valon, apo vjen këtu e më ma spjegu këtë pjesën? Po. Valon, në fakt, pse të pruna këtu tek hymja, për shkak se ju spjegon se qysh një shqiptar ka arrit, në fakt, emrat botëror, realisht me shërby dhe realisht me ardhe tek lokali. Po, une para se me hap këtë lokal tu, une kam punu 17 vjetë një ndër lokalet më të famshëm në Firenze. Jo në Firenze, po edhe në botë. Kjo është një restorant quhet Harris Bar, është një zinxhir i restoranteve Cipriani në New York. Une kam punu 17 vjetë këtu edhe kam shërby ndër personazhet më të njohura në botë. Kush ka kalu për Firenze, ka ardhur një herë në këtë restorant. Kam punu 17 vjetë në këtë restorant edhe i kam shërbyer, këtu janë një ndër pak foto që kam mujtur t'i mbaj. Për shembull është Ronaldo, i fenomeno, se i thojnë braziliani, është Roberto Cavalli, Giorgio Armani, është Corneliani, stilist, është Sting, janë shumë personazhe, është Mary Jane, femra e Spider-Manit, ku e ka bo, janë shumë tjerë, Mancini, kjo ndër pak klient që kanë ardhë, se i kam mujtur me bo foto me ta. E jam shumë i privilegjuar se kam punuar në restorant si ta, e më ka dhonë shumë eksperiencë në gastronomi edhe në jetë. Me cilën ke kalu ma bukur? Une kretë këta që e kam parë, e kam shërbyer Bill Clintonin, George Bushin, e kam shërbyer Barack Obaman, e kam shërbyer gjithë, pero mas emocion, që më ka dhonë emocione ku e kam parë Ronaldon, fenomenin. Ko ke me Brazilin? Po, jam në Itali, duhet me bo tifo për Italin, pero ku e kam parë fenomenin, për ku kam qenë fëmi, e kam përcjellë Ronaldo, nuk on idol i gjithë shqiptarëve. E ku e kam parë këto, ku ka orë në restorant, jam metë sukur, ku me di qa, mu ka do sukur me po, ka qenë shumë emocionit, pa përshkruar. Valon, faleminderit fakt që e spjegove këtë pjesë, kështu që ta shpjegojmë edhe pjesën e lokalit që ke hap Bianco, po tulbi dikun. Po, kur doni, mirë se vini, edhe do një me pi diçka, t'ju bëj diçka, se ku t'vini në shtëpinë shqiptarit, pa ti, ndorë tonë e velojnë. Kështu që të presim, ulmi dhe bisedojmë për një histori frymëzuese për shqiptarët. Faleminderit për juve që keni gjithë ku e jeni ardhur. Gjithmonë.
Pra shikus dashur olëm, kështu që Malen, ke të folë për restorantin Bianco, api thë mirë? Po, është bar restorant, Bar Bianco, po. Këto e kom hapë që 5 vite. Si të thash edhe përpara, kom punu 17 vjet një restorant shumë të famshëm këtu në Firenze, se njohim gjithë konta veç për atë restorantin e nuajnë. Ai më ka dhënë shumë eksperiencë, jo veç shkollë, po më ka dhënë edhe master, se qatë shumë i famshëm, falënderit prej atij restorantit, kam pas mundësi me shprehë eksperiencën time. Edhe mendoj që kjo është vetëm fillimi, kam për të ardhmen kam shumë projekte, siç janë restoranta, po nuk ka ardhur alo momenti, jem në pritje me hap restorantin e dytë. Restorantin e dytë? Po. Në ofër këtu? Ofër kem këtu po restoranta. Është çështje kohe. Do hapim me nëse ka shkruar Zoti. Kismet, si thojmë. Zoti punëtor sinal thonë. Jo. Zoti i shtyn. Vetëm i shtyn, thonë është mirë me punu, na punojmë shumë, edhe diçka tepër ekstrem, se hym 5:30 mëngjes e dalim 10 mbrëmje. Puna bjen gjithçka, me punë arrit gjithçka. Po s'punove, duhet konstanca, duhet më konë shumë i vetëdijshëm. Edhe durimtari. Durimtari me punë arrin gjithçka. Se po thojmë sikur tonë me punë arrin gjithçka, por vërtet me punë arrin gjithçka në jetë. Gjatë hapave të këtyve që e përmendëm fakt durimtar me qenë pjesë, ke menduar mu ndalë ne, me thonë, nuk du me vazhdu? Jo, nuk kam mendu mu ndalë, pse ku kam marrë në Itali, në 2005, kena dalë sukur krejt shqiptarë, sukur krejt kosovarë për me ndimu familjes. Ku kena arë tu, kena arë pas gjë, as jakne s'kem pas, se jam arë dimrit, as jakne s'kem pas. Mendimin e Zotit, mendimin e familjarëve që më kanë përkrahur çdo sen që kam ka ardhur ideja me bo, une kam vazhdu për me hecë përpara. Edhe sot, mas 21 vite, në tetor i bëj 21 vite në Itali, faleminderit prej Zotit, nuk kam arritë shumë, po nuk është as pak, fakt, që me hap një bar restoran, fakt, në qendër të, në zemrën, fakt, këtij qyteti të bukur, Firenze, nuk është e lehtë. No, nuk është as pak e lehtë, po me punë, me sakrificë, arrin çdo gjë. Valen, ke ardhur 2005. 2005 kam ardhur. Ke vazhdu, ke punu, sa vite ke punu? Kam punu 17 vite kam punu. Kam hi mas pari një vit e gjithë. Se shikus më thojnë ta kjo tash e punëtor, edhe tash je punëtor, po të pakten ma shumë. Po të pakten je pronari i vetës. Thojnë tash kur të hap dikush në Kosovë është kur të hap dikush diçka nuk mos punon. Këtu në Evropë është ku të hapsh diçka punon edhe ma shumë. Ku kam ardhur në Itali, mas pari, punën e parë, jem hi si gjithë në gastronomi, kam hi me la pjata. Një vit e gjysë kam la pjata, mas një vit e gjysë kam hi kamarier. Kur kam hi kamarier, 17 vite kam punu në këtë restorantin që fola. Më ka dhonë shumë eksperiencë të mirë tjetës, se u konë restorant shumë famoz, jo vetëm në qytetin ku jetoj, në Firenze, po është shumë rinomato, se thojnë është në këtë botën, është New York, i ka në Paris, Madrid, gjithka në përbot, edhe kë mi ka hap rrugët si një djallë emigrat, ku kam ardhur tu në Itali, se nuk e kam ditë as italishtën, e sot, faleminderit Zotit, e kam një biznes timin, e kam familjen teme, i kam 3 fëmijë, gruan, faleminderit për gjithçka, pej mundit e sakrificës, edhe sinceriteti. Pra, pjesën e suksesit, ku du me lidh, ka vite njeriu do të punoj për me arrit në atë pjesën e suksesit. Ke qenë, domethënë ke la pjata, pastaj kamarier, sa ke vazhdu kamarier? Kamarier kom vazhdu, në pjata kam la 1 vjet e gjysë. Kamarier kom vazhdu për 15 vjet e gjysë. 15 vjet. Kamarier kom bo, njëjtin vend. Njëjtin vend 15 vjet. Parë në rrugë. Ku kam dalë prej atje janë
gjithë i ka ardhur keqardhje se jam dalë, pero e kam bo për me qenë një biznistimin, se jo s'kisha dalë. I rrit në fakt 15 viteve Po. si menaxher ose Po, jam rrit sigur 15 vite, kam hilava pjatë, si thash kam hilava Po, pjatë, e jam dalë, tani jo drejtor, po jam konë kogja një farë mansioni të madhe kam pos. E tani kam vendos me hap timen, është konë shumë zërë, se thujmë ne, po falenderit Zotit, na ka pri Zotit mirë për gjithë shka ka shkuar. e hapi lokalin, të kanë ndihmu dikush? Më ka ndihmu. Me thonë drejtën, një shok italian që e kam pos, ka qenë në soqeta në restorantin tim, edhe ai ka besu shumë mu, edhe ma ka ofru këtë mundësi, hajde ta qelim, ma ka dhonë mundësi, më ka ndihmu për është një italian, që më ka ndihmu shumë ka ndihmu, edhe mundësit e mia dhe dhija jeme për me ardhë këtu ku jam sot. Me ata që ke punu, vinë, her pas here, hajnë diçka, pinë Vinë, diçka? hajnë, janë shumë mirënjohës që kam vazhdu në këtë rrugë edhe i kam inspiru shumë edhe shokët mi për me hap diçka se është shumë zor në Firencë për me hap diçka. Unë tham, gastronomia është shumë e poj njëherë ku ta hapsh e ku të vazhdojsh, tani rrugë t'i ki, po fillimet janë shumë vështira. Sukur gjithë biznesmenët se thojnë, fillimet janë shumë vështira, për mu ka qenë edhe më vështirë se unë e kam hap në pandemi. Do me thonë 2020, ku ka qenë pandemia, njerëz mendojshin se keme vdek tonë, unë e kam marrë restorantin, barin. E kjo ka qenë diçka një sfidë me vetveten. Ti i ke jep frymë jetës besu jo? Po, unë tonë mendojshin se keme dek prej pandemisë, unë ku i thësha familjes, ku i thësha gjithëve se jem ka marrë restorant, bar, thëshin ti si e normal. Po, në momentet shtira, mujnë me dollë shumë senet mira në jetë. Absolut, fakt. Unë gjithmonë thëmë, njeriu që jetë realisht me Zotin në jetë, nuk i Unë mbyll. besoj shumë Zotin, se pa Zotin Nuk jemi këtu ku Jo. as ne ku po flasim. Kështu që Valon përmende edhe restorantin, prej një restoranti të vogël, edhe tash edhe një restorant tjetër. Po. Pe një restorantit vogël, tani i kam 2 restorante të i këshyr, një e kam ofër shumë ofër, jam ka pres momentin e duhur, me ndimen e shoqës time, gruas time, me ndimen e fëmijëve të mi, e shokëve si i kam këtu, se më përkrahin gjithë për gjithë shka, do e hapim edhe tjetrin, edhe shumë shpejt, halo nuk e kam shpall çfarë është, pero kam gjitha janë. Unë e di që kur të hapsh kusht kanë me pa, se e di që keme na thinë. Po, kismet, ju jeni të mirësardhën gjithmonë. Jemi si në shtëpi. Gjithmonë jeni të mirësardhën. Valon me shqiptar punë. Me Unë e di që ka shqiptar shumë. Me shqiptari shumë punë të mirë i kem, kem një raport shumë të mirë, i ndihmojmë njëri tjetrit. Komunitaja e shqiptarëve specialmente se thojnë është kosovarëve jem shumë të lidhur me veti. Për çdo sen ne kem një shok tonin që është shumë i famshëm këtu në Firencë, një Sami Kabashi, është për gjithçka kem pikë ku ne çdo problem që kem shkojmë te ai, ai është shumë i dashur këtu në komunitetin tonë kosovar e shqiptar, si pi them, se ka shumë edhe Shqipënijës, se gjithë jem shqiptar, shumë klientë kam edhe Shqipënijës, janë shumë, ta dojnë të mirën. Kanë rru ajo koha e përpashme. Italia ka qenë përpara për pak kosovarë, s'ka pas shumë kosovarë. Tani ka shumë. Specialmente ka edhe shumë turistë Kosovës që jenë ka adhurojnë Italinë. Se Italia është bërë destinacion turistik. Ka qenë, por ne Kosovarë nuk e kem gjofë sikur destinacion turistik. Se në Itali është jeta. Unë për veti kam qenë gjysën e botës. Palës kena pos viza, mërë.
Jo, po, vizë, e vërtet është, unë thash edhe pore, pa viza, ka pas shumë më pak kosovarë që vishin e vizitojshin Firencën. Tash ka shumë, për çdo ditë unë kam klient kosovar. Kjo është e bukur në fakt se shqiptarët, sidomos tash janë në zinxhirin vete. Përmendën Samin në fakt, unë kur i kum shkruar në fakt, më ka prit aq mirë sa dera është hapur ka anë, eja edhe bë çka dur, domoni me ty. Kjo është e bukur që shqiptarët ndihmojnë gjithmonë. Shumë ndihmojnë. Mos ta harroj edhe Valonin. Po, Valonin, vllavin e Samijës. Janë diçka, unë jam shumë shok me ta. Unë i përshëndes fakt të dytë. Edhe unë i përshëndes shumë se jam shumë shok me ta. Edhe për çdo send që kam nevojë, unë ku am marrë unë për çdo send unë me Samijën e kam pas ndër shok më të parë kam pas në Itali. Po akoma më çudit fakti se na jem emigrat pas luftës në Itali. Edhe aq shumë e kem dashninë me veti që unë çudit na them se në luftë e kem pas dashninë me veti për ka qenë luftë në Kosovë, edhe e na desht, si thojnë ka herë edhe pej zori, po tash çaq shumë e kem dashninë me veti në komunitet kosovarëve këtu që sot jam mburrë me këtë dashni që e kem. Normal, edhe ju merr malli, edhe na merr malli. Për vendlindje, unë me mujt nesër kthej në vendlindjen time. Unë endrat, se thojnë, onrat isha në shpitem. Unë që 21 vjet jam këtu, kur onër s'kum po në Itali. Po, që me bo zori, nga ka shtje tash kena artu, i kena kriju familjen, i kena kriju kushtet, biznisin, tash nuk mujna milion gjitha me këthy. Pero nesër më marrë mundësia, qofë se bëhet mirë në Kosovë, nesër kismet në pashbo zoti, kam dërmend me bon diçka. Eksperiencën time se e kam kriju këtu, du edhe në vendin tim. Ka boll edhe në vendin tim, eksperiencë se jem edhe na, nuk jem fort, po që ato pakten me kontribu për vend temin. Valen, në fakt e përmene edhe Andrën, pikërisht jenë në emisionin e duhur Andrën, kështu që pjesa e njerëzve të sukses shumë gjithmonë e kanë piknisën, ndikun kanë Andrën. Apo më tregon historinë për popullin, kështu publikun, se sa orë ke bo me orë në Itali? Unë e kam bo 17 ditë me orë në Itali. 17 ditë? 2005. Pse? 17 ditë, sukur gjithë shqiptarët. Kam shku në Bosnë, pej Bosnë në Kroaci, pej Kroaci në Sloveni, pej Sloveni në Itali. Kretë rrugën ma shumë kom se me makinë. Mrapa s'ke këshyrë më këthy? Ja, jo, se u duf me nimu familjes, im kon djali maj madh i familjes, u duf me nimu familjes. I kam pas vllazët e motrat kretë vogël. Sa ishim pa dalë prej lufte, me ndihmu familjes. Mrapa na kanë palon lidhjet, na kanë paprish lidhjet, na kanë pamor paret, na kanë palon rrugë midis Kroacie. U duf me gjetë baba lidhjen tjetër, unë i kam pas 16 vjet. 16 vjet i kam pas. Sot sa i ke? Sot i kam 38 vjet. 38 vjet. Kam orë fëmijë. Për ata e kam halat mallëngjimin për vendlindje, se une femerin tem në lufti kam pas 11 vjet. Si u kry lufta u bo mirë, u duf me dal në gurbet, se si ishin mundësit. Për ata, une, si tham, onrat i shoh në shpitem, une me non tem, une s'kam nejt as me bob tem me familjen, boben tem as familjen tem nuk i njo mirë. Apo kupton, na ka shku jeta në gurbet, po fati jon ka qëllu ky. Çka kishe thënë fakt babait, nanës, fakt e di që të përcjellin. Unë i kisha thonë babës e nanës më fal që s'ka mujt me u nejt afër, po jeta ka bon këtohen. Sot jam i përmallshëm për babën e nanë, më fal që s'ku mujt me nejt afër tyve, ndoshta për nanës e babës se s'kan mujt më pa të urrit. Kjo është, nuk më ka ndodhë vetëm mu, po i ka ndodhë shumicën që e shqiptarëve që janë në gurbet. Kjo neve na pengon shumë, na marrë me mall gjithmonë për familjet tona. Je sot baba i mirë? Mundona më konë edhe jashtë mose, për me kompenzu ke prindi jem, ndoshta s'ka mujt, jo që s'ka desht, po ndoshta s'ka mujt më mi dhëru atu që është duft. Sot ndoshta unë edhe teproj me fëmit për
për me thonë që ndoshta më ka mungu mu, e unë sot du më shprej fëmijëve të mi. E ndoshta edhe teproj, se nuk është mirë edhe më tepru fort, se... Valen, në momentin që ke dalë, ke marrë domethënë pjesën, mendimin për me dalë, ban men pak a shumë prindrit çka të kanë thonë? Po, në momentin ku unë kam lyp me dalë, baba nuk u kom dakord, as nona. Unë kam insistu non-stop për një vit e gjys për me dalë, ja kom nis 14 vjeçar me lyp me dalë. Një vit? Një vit e gjys kam lyp me dalë e baba e nona nuk më kanë dashur në lënë. Edhe se i kena pas kushtet jo të mira si gjithë shqiptarët në atë kohë, dalin mas lufte, une lypsha me dalë se e shisha prindin tim, e nonën tim, e vëllezërit e mi, e kisha qef me ndihmu familjes. E ata nuk jenë konë, po në toni ka orë momenti se e kum lodhë babojnë, edhe bab ka marrë, mi ka dhonë paret, ka dalë. Unë realisht sot di që përna shohim, kështu që unë i thëmë, sot di që djali juaj në fakt ju ka bo krenar, se sot e ke këtë lokal. Po, unë ndoshta nuk i kam bo krenar sa e meritojnë. Sa e meritojnë. As me prind realisht nuk... Për unë thash, unë e kam gjithmonë mendin të prind të mi, se prind nuk mund m'ja këthy kur prindve. Gjithë shka me i bo për ta nuk mund më këthy. E unë e mendoj se kum bo shumë pak për ta. Numër 1, që s'kam nejt ofertyve, po jeta na ka shtërngu, rrugët e jetës na kanë këtu. Numër 2, ku të vinë këtu, tani vinë, i kanë dokumentat, i kanë gjitha, po ata vinë nga njëherë edhe për, se i thëmë, rrini këtu me mu pak, po s'mujnë me nejtë shumë, se nuk ata në shpit vetë njën. Ven lindja, për ta gjithë shka. Vinë, shumë shpesh vinë, po nuk mujnë me nejtë shumë, se sidomos baba, se nuk normal, nuk është... Nuk është rritë fakt këto. Ti kanë senet e veta, rutinin e çdo dite që kanë. Ne, edhe mës mi pas senet, ne duhet me nejtë se i kem bizniset, i kem familjen, i kem fëmijë në shkollë, i kem senet normal. Ke qajt valën dhe njerë? Po, pero kusum ka po askush. Pse? Pse, sukur gjithë shqiptarët, nuk kem qef me na po dopsit tona njerëz, se ne shqiptarët jem munohë mu koni fort para njerëzve, e mës mi kallëzu, se po është normale, buri se qanë është normale, është emocion, une po, më ka ndodhë me qajt, po kusum ka pas kush. Në qato momente, qka i ke thonë vetit, qka i thu vetit? Një kam thonë vetit, nuk duhet mu ndalu kur, duhet me vazhdu për prind, tani për fëmi, për gru, për vllazni, për shoshni, duhet mu konë shembull të ardhmen e Shqipë. Përgjësit vetëlindjes, familjes, absolut. Unë gjithmonë thëmë, se qysh arrin, nëse a këshom arrit, fakt me hap zemrën njeriut, kishum pa shumë plagë. Po e shumë e mende duke jetuar. Qysh e shë këtë pjesë? Unë e shoh këtë pjesë, jam pjesë shumë e delikume, shumë e... Po mrena zemrës me nëjë që e keni durimin. Po, durimi. Durimi është, mës me konë durimi, asë gjonë s'kishim bo, kur kush. Durimi, vullneti, senet e mira që ki kaluar, rrethi që të rrethon, mu koni mirë. E që kjo është pozitiviteti që ne jepim gjithve. Valon, ke qenë si djallë është po menej i urt, i vështirë, ke bo probleme? Si thmi, kem konë shumë problem. Shumë problem? Pra gjithë ata problemat që kam bo, po mdoket kanë me arrit një. Po, edhe për ata thash... Unë e më konë ma i urti. Asem nuk kam. Për ata i thash i kërkoj folje nonës time e babës tem se ku im konë i vogël, im konë shumë problem. Po im konë ma i modhin familje, më kanë desh shumë, mi kanë folë problemet. Toni ku jam bo me ditë diçka,
e kam po si është jeta edhe kam thonë pse tjerët e bojnë, duhet me bo dhone. Edhe jam, toni mo nuk kam bo probleme, toni problemet ja kum bo jetës time për me arrit dikun. E kjo më ka ndihmu shumë. Edhe jam një njeri që ku të mboj menin një, nuk kthena mbrapa. Është një fjalë shumë se unë lexoj, kom qef me lexu shumë, jam shumë i lodhën, e kom qef me lexu shumë. Është një libër i vikingave, ku të shkojnë luftë, ku shkojshin vikingat në luftë me Imperion Romak, i djekshin anijat. Për mes me pos këthim më mbrapa. Do me thonë, i në shku në luftë, edhe unë jam pak me atë mentalitet. Ku të shkoj dikun, du me djek nuk du me pos që me thonë planin B. Une s'kom qef, po aty që që ka shkruzu. Normal. Ti është mos mundoj. Mos mundoj, nuk duhet mundoj, kur. Unë e thamë edhe fëmijëve të mi mundona, se janë alot vogël, mundona m'javë transmetu, se fëmijat nuk këshyrin qatë i thush. Fëmijat këshyrin qysh vepron. E me veprim timin mundona mi thonë fëmijëve të mi se duhet me punu. Me punu për me pos pak fat. Sa orë flen? Unë e flej shumë pak. Flej 5 orë, nga njëherë më del gjumi në mëngjes, se jam shumë i ngarkum gjatë ditës, e në mëngjes më del gjumi natën, e kam një problem, mundona me zgjedh, nashtë smuj me zgjedh një, është shumë pak, me flej shumë pak. Qona gjithmonë në 5:30, në 5 ora qona. Lokali, kur hapet? Lokali hapet në 6 ora. Për me mu hap lokalin 6, unë duhet mu qunë në 5. Te hap? Unë e hapi, edhe punëtori edhe unë. Më baret që shtjem, apo të kush punon mas dite. Edhe punëtori e hap shpesh lokalin, po gjithmonë unë, nëse nuk e hapi unë lokalin, unë jam të bo punë, të ble mall, o të shku me bo sene, o të shku të komercialisti, të noterit, në bank, i kem, se kush ka biznes, e kupton, se nuk është vetëm puna. Është si thojnë, edhe për mas teatri, ku është një shfaqje në teatr, ata që dalin në teatr është puna e fundit, apo pëtën, puna më e modhe është ata mbrapa që bojnë. Edhe unë thëmë gjithmonë, ka shumë punë, bile ku të më lypin klient kua valoni, ndoshta jam të pagu faktura, të marrë me komercialista, të marrë me notera, të marrë... Ata duhet më po mu në punë, e po ndoshta unë jam kom punë... Unë realisht e po është, kër erë dhe në fakt, ke shumë, full ke, shumë njerës, fakt, të huaj, ka shto italian, shqiptar, takuam, po, qka të bënd veçantë ty? I pret shkaku normalisht që i pret mirë, po... Mu më bënë veçantë pritja, është si gjithmonë pritja, edhe... Pritja e shqiptarit. Pritja shqiptarit. Pritja shqiptarit është besa shqiptarit, e kem tradit. Edhe jo që është me thonë, ma është... Po, e kem. Sinqerisht është tradit. Edhe më bënë me pritë se klientin nuk duhet kur me mashtru. Kur? Klientin duhet më konë i sinqert. Në qofë se ti ja jep një kafe, duhet më konë kualitet. Se ti mundohesh me thonë po, ndoshta po ja shes një kafe jo të mirë, po ja bëj. Çato që ta bësh duhet më konë vetja. Më konë çajo, do me thonë, më konë ti më ja dhon produktin kualitet. Ajo më bën i veçantë se nuk kam qef me vjedh klientin. Se klienti nuk të kthehet herën e dytë. Nëse ti nuk i jep kualitetin e nuk i je vetvetja për mi bo shërbimin si duhet. Sa e bukur fakt që the, rëndësi ka kualiteti i produktit, pastaj vjen edhe klienti. Kualiteti. Nëse një klient... Tek ne mendon që ndryshe? Nuk mendoj se është ndryshe, po shumë kam po, se unë thash, që 21 vjet jam në gastronomi, e kam po shumë njerëz që ka shumë njerëz, se këtu në Firenze kem shumë turista. Në Firenzen e vizitojnë rreth 10 milion turistat huaj, vetëm Firenzen, 10 milion në vetë. Ti merre me mend çfarë fluksi turistik ka në Firenze. Tash ti thu orë pe Amerike, edhe unë po ja jap një produkt që është
nërmork. Ti mendon se ai nuk kthehet, po herë do kur ka mu të kthy që ajo se ti nuk i ki dosht klienti që ti duhet minet klienti ka gjithmonë drejt. Edhe në qoftë se ti rrin gati klientit ti ki me pos. Që thojnë Zoti ka më ta kthy çato se të jepsh mirë. Valen gjithmonë më ka interesu në fakt sa duhet me prit për me arë shërbimi në fakt. Shërbimi duhet me prit më kon edhe më vanu. Unë më se them na shqiptarët nuk presin shumë. Jo, shërbimi për më Nëse llogaritëm kafen, neve na duhet kafja duhet me arë shpejt. Jo, shërbimi duhet më kon varet ku shkojsh. Ku shkoj? Varet ku je. Varet çfarë shërbimi po don. Këtë më varet ku shkojsh. Se ti mund me shku një bar o një restorant ku mu shërby vet, self-service, sikur McDonald's. Shkon edhe shërbesh vet. Nëse do me shku një bar që do me kalu çaste të bukura, duhet me prit edhe duhet me pas durim për gjithçka. Se nëse unë duhet ta bëni shërbim të mirë ty, nëse unë ta bëj fill shërbimin, ai nuk është shërbim i mirë. Do me thonë ai ka pas senet e gatshme. Nëse ti pret, normal, nuk duhet më vonu edhe 2 orë, që nuk është duhet me pas gjithçka të kohën e vet. Edhe tonë e kuptojmë, nuk jem kurkush pagabushëm, a kupton, normal, ku të ki shumë njerëz, është vonesa, janë senet, pero duhet me pas durim. Nëse don kualitetin, nëse nuk e don kualitetin, thash, mundesh me shku ku duhet. Diku tjetër. Valen, në fakt, për gjithë që po na shikojnë, e di që shqiptarët fakt kanë fillu përmet edhe vetë vinë. Në cilin vend mund të gjejnë? Se e di që ka shumë që na shikojnë, edhe kanë dëshirë edhe me orë, me pi, çka do që e di që ofron çdo gjë. Prej ushqimit, deri tek kafe, deri në torte, kafe do le di, kafe tek jeni se në Itali. Tu e kem kafe o specialitet joni. Edhe koktejlat janë specialitet, Aperol Spritz, këtu senet i di normal gjithë bota. Klientat kam shumë klienta dhe shqiptarë, edhe mburëm se kam klienta shqiptarë. Ku du të me orë, në cilin vend? Është Bianco E, është në qendër të Firenzës, e njohin gjithë, është thirrët Centro Storico, Borgo Nisanti, 82, Kuq. 82, numri i Kuq. Pse i Kuq? Kuq se këtu në Itali i kanë për shembull numrat e zi, janë numrat ku janë rezident njerëz. E numrat e Kuq janë të lokale. Me thonë janë dome, në Itali kanë numrat e dome. Për shembull rezidencat edhe lokalet afaristes janë bizneset. Unë jam bashkë në Firenze, në qendër. Edhe njerë për thonë Borgo Nisanti, 86. E Kuqe. Është afër i kam 2 hotelat më të famshëm në Firenze, është San Regis e Westin Eccelsior. I mirë pres, gjithë kush që ka dëshirë me ardhë, janë të mirë se ardhër gjithmonë. Në qoftë se kanë nevojë edhe për ndihmë agjenci turistike, i tregoj se unë nga njerë bëja i gore me punëtorin, thomë, na nuk jem vetëm restorante bar, po jem edhe agjenci turistike, që i tregojmë njerëz ku me shku, qysh me ardhë, qysh me shku. Po kjo në bënë. Unë realisht, po bëj kështu, kush do që vjen mas kësaj interviste edhe thot kemi ardhë se të kemi po të emisioni Andra me Guzën Shalën, diçka ju hek. Na, thamë, shqiptarët, mirëpritja shqiptarëve gjithmonë, mujnë kush shumë nje, mujnë me folë, me tregu, kush e she, videon, gjithmonë kush të vjen edhe visit e një të folë Shqip, ajo ka 20% zbritje në start. Sa bukur. Gjithë kush e she këtë intervist, më nje, si të një të folë Shqip edhe nuk e njo, ajo ka 20% zbritje. Pra shikus do është 20% prej këti, 20% për meje, edhe kjo falimenton. Jo, nuk falimentojnë, se me nisë me këshirë shtë e di, nuk falimentojnë. Ja, pa kësha ka. Shqiptare, edhe për shoshni time, thojnë jo, zbën mi ofru, jo.
E bukur. E bukur është. E bukur. E bukur se një kafe nuk të shtem me Rëndësimi, kjo tregon që ke shpirtin jo të varfër, e ke të pasur. Jo. Kjo është e mira. Një kafe nuk shtin, unë e mendoj se shumë biznismena, që kam nejt me shumë biznismena, jo nuk bën me ofruja, unë e mendoj se një kafe, o një Coca-Cola, o një brioche, një croissant, nuk shtin me falimentu. Unë e mendoj qështu, poj, nashti unë jem ka gaboj. Unë e tham, duhet me ofru që me ta dhonë Zoti. Me ta dhonë Zoti. Po afrum edhe tek fundi, në fakt, Valon, gjithë këtë rrugtim, në fakt, çka ke mësu? Në këtë rrugtimin tënë, një mesazh për gjithë ata që na shikojnë, ose çfarë mësove për kësaj interviste? Ta të ktheva pak rrapa. Unë ke kthy shumë rrapa, jo pak po shumë. Në gjithë këtë udhtim timin kam mësuar vetëm një sen, që një jetë duhet më konë umil. Duhet më konë, si thojnë, me hec pa zhurëm. Nuk duhet me qenë kur, duhet me qenë në vetvetja, e nuk duhet kur me thonë unë e kom arrit. Se një jetë nuk arritim kur, gjithmonë kërkojmë diçka. Unë e mendoj se jeta është shumë nga njëherë e pa drejt, po ku është e pa drejt duhet me mu mundësu na me bot drejt. Durimi e jo me në madhësia qojnë për pare në jetë, si pas meje. është mendimi imi. Valon, në fakt e përmbyllë shumë mirë. Faleminderit shumë për te, faleminderit që na hapet derën. Jeni të mirë se ardhër gjithmonë. Të rujtë Zoti çdo hap tjetës, edhe të shohim me sukses sa më shumë, se ku ka shqiptar të sukses shumë jemi edhe ne në fakt. Edhe faleminderit shumë për teje, uroj që na shihemi realisht në hapje tjetër. Faleminderit për juve. Ama dorë se ketë më jap dorë më duket. Faleminderit për juve që keni gjetë kohë me ardhë. Jeni të mirë se ardhë gjithmonë. Në inauguracionin se kam shumë ofër, inshallah, donë Zoti. Jeni të mirë se ardhër. Gjithkush kush e sheh këtë intervistë është i mirë se ardhër. Çado që të ka mundësi, sa do pak që muj, nashtë edhe një fjalë mi thonë mirë mëngjes, ndihet mirë. Ndihet mirë. Faleminderit juve, faleminderit shumë, jeni të mirë se ardhër gjithmonë. Faleminderit Valon, pra shikues dashur, premi Valonit, këtu është bo pak no, se ja kemi fillu pak si ditë, pak të arru bo ma mbromje. Prej meje, prej Valonit, uroj që një javë të bukur të mirë, gjithë shqiptarë që jetojnë në Firenze, por ata që nuk jetojnë e janë, vizitoni për shkak se keni një mikpritje të mirë. Ju rujt Zoti çdo hap tjetër, faleminderit Fama Films, faleminderit kamermanit Arlindit, faleminderit edhe dy mesve tonë, në fakt, që i kem Samis edhe Valonit, dy vëllezër jashtëzakonisht. Mirë, për gjithë shka i kem në Firenze. A me bojmë shqipone, Valon? Hajde. Kalofshi mirë e gjithat mirat.